Rruga panoramike Shirok-Zogaj po i afrohet përfundimit, teksa në kantier ka nisur shtrimi me asfalt dhe segmentet marrin formën e tyre finale. Punimet po ecin me ritëm, duke e shndruar këtë aks në një arterie të rëndësishme zhvillimi për zonën. Ky investim pritet të forcojë lidhjen mes Shirokës dhe Zogajve, të rrisë potencialin turistik dhe të sjellë më shumë vizitorë e mundësi ekonomike. Banorët e Zogajve shprehen se projekti po realizohet me standarde të lartë dhe se rruga e re do t'u lehtësojë ndjeshëm qarkullimin, duke afruar edhe më shumë vende të fqinje. Për zonën, ky është një hap që premton në rritje të cilësisë së jetës dhe një zhvillim më të qëndrueshëm në vitet në vijim.